Përshëndetje të gjithëve. Sot është një ditë shumë e veçantë sepse unë sot kam takimin tek ginekologja për ekon anatomike, morfologjike, nuk e di si quhet në shqip, po anatomike besoj është një emër ndërkombëtar. Jam 22 javë, 7 zënë. Barku ka filluar të tregoj. Cute. Por akoma bëjnë rrobat e mia, kështu që deri tani nuk kam bler asgjë për shtatzani. Në ekun e sotme do merret shumë kohë të shikojmë me detaje, zemra, veshkat, të gjitha organet, syt, duart, gishtat. Dhe është një eko që do zgjasi pak, por është shumë e rëndësishme dhe është hera e parë që Stefani nuk ja del dot që të më shoqëroj, sepse gjithmonë deri tani ka qenë në çdo eko të mundshme. Në fakt, jam shumë kurioze për ekon sot, sepse në fakt e kam të pruar, duhet të jem e sinqert. Me udhëtime, kam qenë në Shqipëri, e kam mbyllur shumë punë, kam qenë shumë në lëvizje, shumë me makinë, pastaj në Sarand, rruga nga Korça në Sarand, rrugë shumë e gjatë. Pastaj në Hamburg, se la mamin e Stefanit në Hamburg, se fluturuan, kishim prerë biletat që më përpara që nga Hamburg që të merrim dhe mamin e Stefanit, sepse ajo nuk ka udhëtuar shumë shpesh edhe kishte frikë të udhëtonte vetë. Nga Hamburgi për në Trier dhe nuk kam pushuar shumë. E në fakt jam shumë falenderuese babit, sepse më ka bërë shumë të thjeshtë, nuk më ka vështirësuar që të më hapi probleme në rrugë, kam qenë gjithkohës mirë, nuk kam pasur as ujë në përkëmbë. Të gjitha këto gjëra. Edhe ndihem shumë keq që mbase nuk e kam lënë të pushoj sa duhet. Këtu kam këtë pasaportën e mamit, ku është edhe ky libri që tregon. Look, apo. Ku është dhe ky libri këtu brenda që tregon për të gjitha kontrollet dhe të dhënat që janë bërë deri tani. Nuk ndalet kë. Edhe pas kam... look! Është shumë keq për vëmendje. Sa po unë bëj një video, ky e ka hallin direkt që ti dali para kamerës që të më pengoj të bëj video. Takimin e kam në orën 12:30. Kjo këtu është një ndër ekot e para, e dyta. Më duket se këtu isha 11 javëshe. Kështu që jam vetë sot, inshallah ti kuptoj të gjitha gjërat, se ndonjëherë doktoresha ime flet me terma shumë të ndërlikuar, por besoj që do ja daj. Po marr këtë me vete, nuk e di do marr një çantë. Deri tani gjithmonë që kam qenë te doktoresha, ginekolog e kam marrë këtë dhe kam si ogur të mirë. Këtë çantën këtu të Armani që ma ka bler Stefani për vitin e përkrishtlindje. Kështu, jam veshur me një këmish edhe me një fund. Për mua është shumë e rëndësishme kur shkoj te ginekologja që ti vesh gjëra të ndryshme dhe një fund, sepse kontrolli bëhet edhe vaginal edhe sipërfaqësor. Vaginal shikohet nëse është do gjë me mitrën, qapa e mitrës është e mbyllur, çdo gjë është okay dhe pastaj bëhet kontrolli nga sipër. Kjo është kontrolli i dytë, besoj që do bëj nga sipër, se deri më përpara i kam pasur gjitha kontrollet nga poshtë vaginale. Edhe për mua është e rëndësishme që mos vesh pantallona, apo se duhet t'i zhvesh komplet dhe të eci aty në dhomë me jashtë. Dhe është kam shumë të rëndësishme që pastaj edhe po qese kur të shtrihem aty që të bëjmë kontrollin sipërfaqësor, mos t'i ngre të tëra gjërat lart, po thjesht e hap fundin, tregoj barkun edhe ma bën kontrollin. Kështu, jam gati, duhet të nisem sepse po bëjmë pak vonë. Kështu që let's go. Doktoreshës time nuk i pëlqen fare. Nuk më ka lënë asnjëherë që të xhiroj brenda. Kështu që mos prisni ndonjë video të babit në monitor, por prisni videot e mia që do t'ju updatoj mbase pak aty tek salla kur të hym. Nëse do ke mundësi, po doktoresha më jep gjithmonë një foto dhe nuk më jep asnjëherë
lejen për të bërë një video. Prandaj dhe e bëra edhe video në Tiranë që kontrollova sepse aty ka mundësi që të kem një kujtim të gjallë, pra. Jo vetëm foto. Sa po arrita, sa po parkova. Dhe mjekja që në Kotllok është vetëm 2 minuta larg nga këtu ku kam parkuar. Jam fiks në kohë, zakonisht vi 15 minuta para, po gjithmonë kam pritur njësoj. Kështu që sot jam fiks 12:29 dhe në 12:30 kam takimin. Shpresoj mos të pres shumë fare. Doktoresha ime, si po ju thoja, shumë profesioniste. Një herë që kisha një problem me një gjakderdhje të brendshme, po do t'ju tregoj mbasi më vonë kur të mbaroj takimin. Reagoj me të mitën e sekondës dhe mua dhe as bebi nuk na ndodhi asnjë gjë. Kështu që jam shumë falenderuese që e kam. Është pak e shtrenjtë sepse bën shumë analiza dhe shumicën prej tyre nuk më mbulon krankën kase sigurimi. Gjithsesi jam shumë e lumtur që e kam sepse di që pas çdo takimi më siguron edhe më shumë që çdo gjë. Së pari kemi gjithmonë këtë kapaçkën me urinë. Ky është kodi i klientit. Edhe ta vendosim këtu. Edhe bën analizat e sheqerit, nuk e di të shumë të tjera që na duhen. Ky është edhe formulari që duhet të hedh firmën që janë dakord që të bëhet kjo ekoja anatomike. Nuk e di pse duhet, por kështu janë rregullat e doktoreshas. Sa po bërë analizat e sheqerit në kisht, edhe analizat e përgjithshme që kontrollojmë çdo muaj të gjitha hekurin, të gjitha kalciumet, edhe toksoplazmosën e gjëra të tjera si kjo. Është ora 2:20, kam 1 orë 20 minuta që po pres. Akoma nuk më ka ardhur radha. Kam bërë analizat e sheqerit në gisht, më morën gjak, analizat e urinës, të gjitha, por nuk po më vjen radha që të futem. Kështu është në Gjermani dhe pse ke takim, patjetër do të presësh radhën. Inshallah më presin sa më të marrë se plohem. Po, jemi mirë. Kam 2 orë këtu, ora është po shkon 2:30, nga 12:30 që ishte takimi. Akoma s'm ka ardhur radha, por nuk kam asnjë njeri para meje, që bie unë jam e fundit. Çfarë të them? Jam pak e lodhur, kam 2 orë, nuk kam pak. Mirë, po kishte shumë njerëz sot, edhe në fakt mua takimi nuk më binte tani kaq herët. Mirë, po doktoresha donte që ta bënte patjetër pa kaluar tek java 23, sepse është shumë vonë. Duhet ta bënim gjatë javës së 22 dhe kam ardhur fiks nga Shqipëria me këtë pretendim, sepse mund të kisha ndenjur edhe pak ditë të tjera me familjen. Kështu që erdha të bëj testin, kontrollen dhe pastaj të shkoj prapë në Shqipëri. Inshallah më vjen radha se u mërzita. Më në fund ja dolëm deri tek zyra doktoreshës. Tani të presim kur vi doktoresha, për të paktën po pres këtu, nuk jam jashtë. Deri tani 2 orë një çerek pritje. Nga kapur uria keq fare, por jemi tek zyra. Që dhe pak dhe vim flasim njërë për rezultate, si jam djerun, pastaj bëm kontrolin. Sa po mbarova më në fund, ora është 3:30, kam 3 orë, dhe jam dhe vetë shumë e lodhur tani, vetëm dua të shkoj në shtëpi dhe të flej gjumë, por kam për të blerë disa gjëra në qytet dhe duhet të shkoj edhe
tek dyqani ku kam kontratën e telefonit, sepse më kanë ardhur disa fatura të çmendura mbi 70 euro për muaj, që nuk i kuptoj. Prandaj duhet shkoj të pyes, sa em lodha. Duket edhe të pasqyrimi i fytyrës. Shumë e lodhur. Por, dalëm shumë mirë. Kush baby? Në profil, shikoni? Baby vogël i mamit. Çdo gjë ishte shumë mirë. Baby lëvizte shumë. Mezi kapnim fytyrën, mezi kapnim zemrën, por çdo gjë është shumë mirë. Sipas saj, baby është 500 gram, pra në përmasat e duhura, edhe pesha ime është shumë okej. Që do të okej, baby është i gjatë. Do të thëmë deri tani mund të ketë sa centimetër thoshte, nuk e di, pritse ma ka shënuar. Që më ka shënuar këtu? Dhe më mora gjithashtu edhe receta, duke qenë se herës tjetër do bëj këtë testin e sheqerit, glukozë. Dhe do më duhet kjo fatura për ta bler. Çfarë është kjo toksoplazmozë? Bërëm testin prapë të toksoplazmozës që e bëjmë çdo muaj. Nuk e kuptoj fare. Këto që më ka shkruar, gjithsesi. Çdo gjë ishte shumë mirë. Do të shkojmë tani në dyqan sepse kam për të bler disa gjëra për shtëpinë. Mbasi do ta lej sot, do shkoj nesër atje tek ajo kompania e telefonit. Nuk kam nerva, duhet të shkoj në shtëpi, duhet të pi ujë, të haj ndonjë frutë. Edhe së shpejti vjen Stefani. Kështu që do shkojmë. Sa po arrita në shtëpi, shumë e uritur dhe nuk bëra gabim të haja diçka shpejt e shpejt, por prita dhe tani do gatuaj për pak. Luk, zemër. Por mendova më shkovi mendja për një kek të shëndetshëm. Doja një kek që ta bëj me fruta, mbase nuk do dalë shumë i ëmbël, por nuk më intereson. Kam marrë këto lule shtrydhjet edhe qershit që i mora vetë. Edhe do provoj këtë makinerin që e kam marrë tek Temo të re për të përzier dhe për të prerë këto frutat për t'i bërë smoothie. Kështu që do marrë disa lule shtrydhe dhe do ta bëj kekun shumë të vogël. Shpresoj që lule shtrydhe të jenë mjaftueshëm të ëmbla. Papa! Jam vërtet shumë të ëmbla, kështu që besoj që mjafton, nuk do t'i hedh fare sheqer. Edhe pastaj qershit do përpiqem t'ja nxjerr bërthamën. Do i pres mirë edhe këto boronicat dhe t'i përzije pastaj në pjesën e brumit. That's it. Në fakt nuk është aq e ëmbël sa s'mendoj, kështu që besoj do t'i hedh vetëm pak sheqer pak. Mjafton. Kaq. T'i hedh një vezë. I ndrojmë kokën. Edhe e përzijmë. Shot me vanilje, nuk kam nga i sheqer i vanilje, kështu që po përdor këtë. Mielin. Këto ve shumë miell. I hedh baking soda. Pra, sot buke.
Mund t'ja hodha të gjithën. Okej, brumi mendoj që është gati. Ja, kështu mendojni që t'jetë. Tani, do t'i shtoj frutat. Edhe pak boronica, fillaj. Shpresoj mos ja kam futur kot. Këtu kam enën. I kam edhe dhe brenda pak vaj, që mos na ngjitet dhe le ta derdhim në këtë formën. Kekun e futa në sop, ta shikojmë si duket. Po forcohet, do baner shumë të mirë. Ndërkohë që unë do gatuaj, do bëj shnicel. Këtu kam fileto pule, këtu kam vezën që i kam hedhur krip edhe piper të zi. Ku do lyej pra filetën e pulës. Këtu kam miell, edhe këtu pastaj kam bukë të thekur. Ndërkohë që këtu do t'i skuqim. Do bëj pastaj edhe perime të friguara, karrota dhe kungulleshka. Dhe për salcën do më duhet kërpudha, qumëshpana dhe kjo pjesa e salcës që bëjmë bashkë, pra përzihem bashkë. Po e bëj gati, se s'kam shumë kohë Stefanish rrugës. Si fillimisht do t'i fut në vezë, pastaj në miell, pastaj në vezë, pastaj këtu. Ose në miell, në miell, në vezë, pastaj këtu. Dhe pastaj në tigan. Të butën këto. Të tjerë të kombinimin që unë e përdor për pull, po më pëlqen është si piper me krip dhe me erëza. Atëherë, perimet e skuqura janë gati. Dhe në tenxherën tjetër kam hedhur kërpudha, po i skuq pak që të bëj edhe salcën që do t'ju hedh sipër këtyre filetove të pulës. Dhe fillimisht grini sa më shumë të keni mundësi kërpudha, do t'i hedhim këtë qumshtin pana dhe do t'i hedhim edhe erëzat, ndërkohë që këtu i kam larë të gjitha gjërat për të bërë një sallatë të thjeshtë greke. Perimet i kam ngrirë super të vogla, domate, speca, avokado, qep edhe kastraveca, super të vogla, edhe kopers, dhe më shkoi mendja për një lloj tjetër sallate dhe jo për greke, prandaj dhe i griva kaq lehtë që të përzihen sa më shumë, dhe mua më pëlqejnë shumë kur janë kështu të vogla edhe merren edhe vendosen sipër bukës. Po i hedh pak thjesht vaj ulliri, do t'i hedh një çik krip patjetër. Dhe në mendjen time është shumë e shijshme, kështu që do t'i hedh besoj edhe pak limon në fund, edhe voilà, sallata është gati.
Keku është gati, shikoni sa I but edhe sa I mirë që duket. Unë kam shkuar me tik disa herë të shikoja është e për brenda apo jo. Edhe po vendos nga një copë të vogël për ta ngrënë me Stefanin dhe është keku I parë që hanë shumë kohë dhe besoj këto frutat kanë rënë në fund, duke qenë se janë më të rënda. Nëse se shikoni është super cute. Dhe darka është gati, sallatat. Tja shikoj sa mirë që duket. Këto ishin të gatshme, I poqa në furrë, këto janë perimet dhe këtu është mishi me salcë. Nuk duket gjë në foto se bie dielli, po janë super. Dreka ishte mbasditja. Darka është kjo, nuk është dreka, se nuk ha më. Darka ishte fantastike, e shkëlqyer, kishim mishin, kishim salcën, kishim perimet, kishim sallatën, kështu që të gjitha ishin shumë të mira. Nuk pata mundësi të haja shumë se nuk mundesha shumë, por hëngra goxha. Tani jam për gati, kam veçur këtë fustankën. Sepse do dalim me Stefanin, menduam që të kemi pak kohë mom and dad to be. Sepse moti është shumë I bukur, koha është shumë e bukur, edhe ne duam që të dalim edhe të pim diçka, kështu si Elton to be. Dhe jam shumë e lumtur sot për ekon anatomike, çdo gjë shkoi shumë mirë, prandaj dhe tha, pse jo mos ta festojmë. Shumë shpejt kalojmë javën e 23, që do të thotë shkojmë në muajin e 6 oficial. Edhe jam nuk mund të jem e lumtur për çdo shkallë dhe për çdo hap që baby bën në zhvillimin e tij, djalit, çuni mamit. Dhe është patjetër një formë për të festuar që çdo gjë ka shkuar shumë mirë deri tani. Pra e kaluam gjysmën e shtatzanis dhe shumë shpejt do kalojmë edhe gjysmën tjetër sa hapem syt. Unë do kem muajt e mi më maksimal në verë, në korrik dhe në gusht. Shpresoj shumë mos jetë shumë nxehtë, sepse kam frikë nga mbledhja e ujit te këmbët, se deri tani është çdo gjë shumë mirë. Kështu që të shpresojmë edhe uroj që të gjitha ju që jeni shtatzën, po ashtu të merrni lajme sa më të mira në ekon tuaj të radhës, edhe ne do shihemi në videon e radhës. Besoj që kjo video do postohet tek videot e vlogsam, që është një projekt që kam menduar të postoj video çdo ditë në qershor, kështu që nuk e di se sa javshe jam tani që po postoj video, por kur po e bëj videon jam 22 javshe. Shihemi në videon e radhës, ciao!